Shikues të nderuar të Fax News, ju përshëndes. Në këtë episod sot të radhës të Pulse Pop do të diskutojmë me qytetarët lidhur me institucionin e martesës. Përse të rinj shqiptar sot nuk e preferojnë më martesën, por bashkëjetesën. A janë këto disa nga arsyet ekonomike, kulturore, shoqërore? Për këtë do të dalim të pyesim qytetarët se çfarë mendimi kanë. Mendoni se është zhdukur martesa në ditët e sotme? Si? Mendoni se është zhdukur martesa në ditët e sotme? Aty ke gjysë më ka shku. Po pse? Po pse se ja shif njërin tjetrin edhe që ka më mirë kështu. Si është më mirë? Sidomos ju femnat, keni fillu të përhapi më shumë. Po pse femrat? Po nuk e di, më të kohën time femrat nuk të shof qyshin me si. Jo më që të afrot, sot femrat dhe afrot mashkullit me fjallë, si kur mashkulli habitet, ja fut dorë qafë. Pra sot janë sot femrat të cilët femrat janë më shumë të favorizuara se sa djemt. Pse se kanë marrë guximin? Mos e erdhi dhe koha. Se ne nuk e dishim komunizmin. Pse kanë marrë guximin? Mos ka diçka që nuk shkon edhe me meshkuj që kanë marrë guximin? Jo ka, ajo du ta studiosh mirë. Kur t'jeti ti drejtorësh për martesë me mllaf. Po problemi është që a vlerëson ashtu siç duhet. Edhe cilat pika duhet vlerësuar tek thot të dashurohemi një, thot pastaj shoh me bëjmë. Po ajo societesë. Ngjerë rrugët. Kështu e gjykojmë në tjetër po. Po ne më gjithë jo e dini. Cilat pika duhet të vlerësojnë femrat tek meshkujt dhe meshkujt tek femrat? Pra çfarë pikash duhet të ketë partnerja? Partneri me partnerën duhet të kenë drejtat barabarta. Po problemi është që tash gratë kanë marrë drejtat më shumë se burrat. Ndoshta edhe si ndrimi i sistemit, se në atë kohë sistemi ishte i mbyllur. Ajo mund të influencojë. Hajde kalofshi mirë. Faleminderit. A mendon se është zhdukur martesa në ditët e sotme? Njerëzit nuk i kanë bërë lëpt. Në sajt martesë është shiki popull. Se po të mos ishin martuar, s'do kishte njerëz bota. Sot po flasim. Sot ka humbur kulturën, na mungon kultura. Ka humbur si... Patjetër. Se preferojnë bashkëjetesën të rinj shqiptar dhe jo martesën? Po ignoranca bashkëjetesën, apo burr me burr, grua me grua. Kjo është ignoranca. Çfarë po ndodh me rinjin shqiptar? Por jo vetëm edhe në përballë, sepse këtë e kanë shumica. Se për ne kanë trit. Edhe no, shumë shpejt ata do kërkojnë. A ka diçka që nuk shkon me sistemin në Shqipëri, po flasim me që jetojmë? Se nuk në Gjermani. Ka diçka që nuk shkon me sistemin në Shqipëri me që po jetojmë këtu dhe? Me këtë sistem si kemi, s'ka shqiptar këtu. Jemi këtë shitun për një thesmija. Se duhet gënë revolt gjithë populli për t'i pastru këtu. Se ka 17 vjetë që të zgjumi t'hiqen. Drejtojnë hajduta dhe budalej. E pati të drejtën e votës populli. E pati të drejtën, po janë këtu në Shqipëri kanë met ato që shiten për i thesmi. Dibron t'i boni qyrik. Jam edhe para kamerave. S'ka dibron në Dibër. Se po të kishte dibron t'i himlet, dibron t'a kapshin, jo t'a vrasin, po t'a mishin në hu t'a rafin, t'a gërvishtin e t'a bin me makinë të vetë, ta lanë të në Tiranë, ta shohë populli Tiranë se si është baki qiriku. Se gjithë një lloj janë, të maru. S'ka me shqiptarë të. Edhe ju, më falni për shprehjen, edhe ju merrni një rrogë për këtyne. Se këtu s'ka asë musliman, se komunitet musliman me qënë po të grenë këtë musliman të në kamë për të pa drejtën që bëhet, se nuk të vesh një hajdut në detyrë. Se profeti, mos harrim, ka shko ka kontrollu trekun mas shijut, edhe ka hap me dorë atë grunin e ka nxjerrë të lagtën sipër. Thot, zotni, thot, përgjigje këtë që ai që e blen ta shoh të lagtën. Për pazarin, bini dakord, edhe se që në rregull. Nëse bëjmë një gjatë tjetër. Nuk e bëjmë një gjatë tjetër. Dëshira nuk realizohet. Ëndrat e shqiptarëve janë jashtë, dhe bëjnë botën Shqipëri. Se s'janë gjeni me po, nga jashtë po.
Gjithë me. Mendoni se është dukur martesa ditët e sotme, pra ka dalë nga moda? Mos jo, ne shqiptarët jemi tradicional. E më bjen keq që ky globalizmi e shkatroi shoqërinë shqiptare. Më gjon, ka shkatruar që nga baza, nga familja. Çfarë nuk shkon? Nuk shkon sepse ne kemi marrë sa gjëra mbrapsh, edhe kemi marrë negativitetin e Evropës edhe botës. Të tipit, çfarë kemi marrë negative nga botë? Domethënë, unë jam i lirë, bëj çfarë dua. Unë jam i lirë, po jo, prit. Liri nuk do të thotë shkelis ligjet. Duke ne i shkelin ligje dhe quhen liri. Edhe duke e shkel këtë, ne gabojmë. Se kemi fajde ne si popull. Më kupton? Në kuptimin e mirë të fjalës, ne do të jemi më shumë. Ne do të ushqejmë dashurinë si që kemi pas me njëri tjetrin. Unë bëj një krahasim. Në një familje, therrësh një pul e vogël, njeri merr të kraun, tjetri atë kopshën e vogël, tjetri të madhen, edhe dilin të kënaqur dhe ditën e hënë shkonin punë. Tu u shkatrua dhe puna, tu u shkatrua gjithçka, tu kene bën gjithçka, domethënë na doli me këta ignorantët e maskaren që ashtu atje, edhe kanali komunist, edhe ulliri komunist, edhe gështenja komuniste, edhe këto atë, edhe futej me pyje me gjitha i bëm. Na duhet shumë punë tani që ne të rregullojmë ato që kemi prish vetë. Se i kemi prish vetë ne. Sepse edhe ne si popull kemi faj. Që një politikan thotë shkatro. E prish. Po ne ku ishim? Për të rikthyer tek martesa, është zëvendësuar me bashkëtesën apo është harruar dhe bashkëtesa preferojnë të rrinë vetë? Ajo bashkëtesa për mua do të thotë jo martesë. I kënë se bën bashkëtesën, pa lidhë ke gjendja civile, se bota nuk e le, pa lidhë, kërcet ikën, rritë 2 vjetë, 3 vjetë, kërcet ikën, shkon ke tjetra, nuk është e mirë për mua. Se martesa e ndalon që të shkoj tek tjetra, pra martesa i mbledh Kur këmbët. bën martesa, kur i lidh këmbët të dy, dhe i thot, do bësh gjyq, që të ndahesh me bashkëshorten, ke fëmijët. Çifte që traftojnë në momentin që janë të divorcuar, të celebruar. Shiko, ai që ka tratuar dje, traton dhe sot. Do të jemi të bindur. Po ka një gjë që ai që bën këtë tradhti mendohet mirë. Sepse vjen që fëmijën t'ia lë rrugës, ta marrin tjerët. Del një që s'ka fëmijë dhe e merr. Ne parim tani që është ullë edhe skalla pjelluris ke ne. Do në të kujmë bënë atë, se kur futet atë, ne para kishë një gjë. Genetikisht, do të thotë, me 7 breza. Brenda 7 breza se nuk shkojnë. O do dilin topal, o dilin pamënd, o do dilin gjitha, kupton gjyshin, që thot gjyshin e këtë punë. Kjo nuk është e mirë. Atëhere, institucione shtetërore, ose marrim këta që quajmë pari, duhet të punojmë fort në këtë punë. Mirë më mirë e bë. Për të rinjt? Unë të rinjët e kam këshillën kështu. O djema, o vajza, mundohuni të krijoni familje që Shqipëria të mos plaket. Më kupton? Jo që më kupton. Ja, kjo është ajo. Mendoni se është dukur martesa në ditët e sotme? Po martesa është dobësuar qoftë në fshatra dhe në kryeqytet, pasi siç e dini, divorcet janë të shumta dhe drejtësia është lodhur me raste të tilla nga pakënaqësitë, qoftë ekonomike, qoftë fetare, dhe kjo bën domethënë që martesat janë në zhdukje, por duhet patur parasysh që tani është edhe çështje ekonomike që të rinj shqiptar nuk duan të martohen sepse ka detyrime, ka shpenzime. Po është e vërtet, domethënë që gjendja civile gjithmonë kur një çift formohet e pyet kush do jetë kryefamiljari. Dhe kryefamiljari nëse gruaja punon dhe burri është në shtëpi, atëherë gruaja është kryefamiljare. Nëse
burri punon dhe gruaja është në shtëpi, atëherë burri është krim familjar, pasi siç e dini në divorce atëherë do të merret përgjegjësia e fëmijëve se kush do merret domethënë me rritjen e tyre dhe Ti vetë je i martuar? unë jam beqar, po nëna ime ka qenë deputete dhe mendoj që do të ndjek shembullin e saj domethënë Se ke zgjedhur mos martohesh? Po tani unë kam lidur në vitin 76. Në 96 unë emigrova në Francë për të vazhduar shkollën e lartë dhe kështu që pastaj fillova nga zeroja domethënë me fillu puna ashtu dhe tani jam 47-48 vjeç dhe kështu që mendoj që tani është koha e dur domethënë dhe pjekuria e dur për të arritur një lidhje familjare domethënë që do bënte. Pra sipas mendimit tënd 48 vjeç është mosha më ideale për të krijuar familje. Jam më i matur domethënë dhe domethënë të përshtatem bisedës, e kam kaluar atë fazën e xhelozisë, e kam kaluar atë fazën e keqkuptimeve, e kam kaluar atë fazën e pengesave. Ke krijuar disa baza familjare? Po tani unë kam shtëpinë time, kam dhe një 50.000 euro në llogari bankare dhe mendoj që mjafton domethënë për me filluar nga zeroja një lidhje të suksesshme. Pra je gati për të krijuar një familje? Po, jo vetëm unë, po secili tani përpiqet në mënyrën e tij, domethënë se si ta organizoj jetën, qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë saj, domethënë, unë jetoj në Maqellar dhe i shoh aty shumë shokë të mi, domethënë, që i kanë shtëpiat e reja aty dhe ka shkuar në emigracion në Itali, pasi në një fazë ditë e përfitojnë që të kthehen në Shqipëri dhe të jetojnë domethënë një pleqëri të mbar, pasi siç e dini Italia dhe Shqipëria tani kanë për pensionet kanë akorde. Pra nëse do të sigurosh një jetesë në Maqellar? Po, unë jam shtetas edhe i Francës domethënë dhe kështu që Je në dy vende. po, domethënë nëse e dashura ime domethënë kërkon një martesë në kisha apo në bashki, unë jam gati. Nëse ajo kërkon që të jetojmë në Francë dhe jo në Shqipëri, unë jam gati domethënë çdo kërkesë së saj. Nëse ajo thotë e bëjmë një fëmijë tani, unë jam gati domethënë për çdo kërkesë së saj. Nuk është se unë domethënë të kurrem nga diçka, pasi siç e dini i kam krijuar bazat që prej vitesh dhe tani s'po mungon asgjë, i kam rrugën e hapur. Mendoni se është zhdukur martesa në ditët e sotme? Po edhe bëjnë edhe ai që ka bën, ai që s'ka nuk bën. Mendon që lidhet me pjesën që nuk duan më, po duan bashkëjetesën, pra nuk duan. Po bashkëjetesë duan, po. Gjithë rinia tash jashtë. Po nuk është mirë, ja. Pse nuk është mirë? Po se s'po lindin, rinia tash nuk po lindin. Po pleqërohet Shqipëria. A është edhe çështje ekonomike? Po është patjetër. Ajo nuk i le rinin që të martohen. Sa duhet ta ketë rrobën njëri shqiptar që të krijojë familje dhe të përballojë jetesën? Të paktën, ne pensionistët ta kemi një 500. Pensionistët, po të rinj? Të rinj 1 milion, se kanë jetën përpara. Keni një këshill për të rinj të cilës zgjedhin bashkëjetesën dhe jo martesën? Po mirë s'është. Se neve për shembull që jemi gjyshe ose gjyshër, neve kemi dëshirë që të gëzojmë një për embesa. Po ne po plakemi tash pa. Nuk po them për përgjithësi, po unë jam bojë dhe stërgjyshe. Gjithë të mirat.